jam me babacanin e Gegusenit, është 88 vjeç. Kisha 5 vite pa e pa. Ke qenë bari gjithë jetën. Të një jetën teme. Çfarë viti ke fillu bari? 55-ën. E kur e ke lënë? E kom lënë para 5 vjetë. Kur dile në qafë Korçit, si ndihesh atje la? Zot? Si me Alma Qupin për Skype. O zotni, po zotni se të bën vendi zotni Babicen. Çfarë të ka mbajtur kaq mirë? Se 88 vjeç ngjon mirë, flet, i ke ecën. Buka Kollomoshit e ujtë e ftohtë Gegusenit. Mish ke hongër gjalp djath. Po tona. Gjithë e ke hongër. Po për zotin. Se ne na thënë mos hani mani Po diet. kush mërë mos hani? Është ato e kanë mojt Babisonin. Mish me vjam a pa vjam? Me vjam pasha zotin edhe nuk u ngish na hesh. E të gjoni ju dietologët. Ne kënoshe më të rrit në raport. Ju dietologët e të gjuat, nuk është ke ushqimi, është e ecja. Se baba tani, ti haje dhe... Kom, ec. Sa ecjen, sa orë ecjen ditë? 6 orë, 7. Në ditë? Në ditë. Ua! Për sa e boje nga këtu ku jam unë atë majën atje që shkoj lartë? Për një saat. Për 1 orë? Po. Te gurt binoks janë atje. Gurt e binoks. Te moja. E bukur fare. Po ky brezi që nuk hecën fare, këta të rinjt, si mendon ti? Që janë të lodhur në gjes, me zi zgjohen. Pa e ushqimi, Babicen. Ushqimi, ja? Nuk e di se çfarë diagnoze kanë ata. Si s'mujnë me ecë me Babiconin kur një. Po asgjë, jo a kalon edhe sot e kësaj dite. Jesh pra. Respekt në rime. Falinderit, të kesh jetë gjatë, shpresoj të të gjej kur të vi prap. Faleminderit për ndërimin si ne boni. Respekt. Falinderit.